njerëzit nga shërbimet. Nuk është ky parimi, duhet t'i afrosh ke shërbimet. Njëri moment është ky. Ka tjetër, ka drejt Adri, të thot, fuqizohet bashkia kur është më e madhe për projekte. Nuk e kanë mendjen aty Adri, ke projektet europiane këta. Nuk kanë njerëz, nuk kanë njerëz që të dinë ta aplikojnë. Dhe kujtoj edhe një element të rëndësishëm, që ka një situatë pekuliare të veçantë që ka Tirana. Tirana është 1 milion e sa banor. Nga Shëngjërgji heqin pjesën sa votojnë, po sa jetojnë. Dhe përfaqësimi i Tiranës nuk mund të jetë vetëm një kryetar bashkiak dhe të gjitha e njësoj. Kemi pas me mini bashkinë përpara. Mani mend kishte edhe zgjedhje për kryetar mini bashkie. Pse? Sepse ka zona të caktuara që ndjehen të votojnë në një drejtim të caktuar dhe pavarësisht se bashkinë e madhe e merr në drejtim njëra forcë politike, kjo zonë këtu menaxhohet nga një administrator i cili zgjedh nga forca tjetër politike. Kemi pas neve këtë. Po. Dhe nëse ne kthehemi ke këto lloj konceptesh dhe njerëzit përfaqësohen ashtu siç duhet. Dhe ka një lloj kontrolli dhe balance kjo punë. Nuk është kjo çështje, sepse shif çka kanë. E has shpeshtë që diskutohet, kanë fituar atë mund bëjnë çfarë duan. Fitohet mandat për të qeverisur, nuk fitohet mandat për të abuzuar. Ti e fiton mandatin që të pastaj qeveris mirë, qeveris keq, hajde diskutojmë në politikisht. Por nuk mund të justifikoj kjo që fitohen mandat dhe tash mund të abuzoj. Nuk mund të shkojë kjo kështu, ky si parim. Dhe kur ke sisteme kontrolli dhe balance, nuk vjen puna deri këtu. Shkojmë ne dhe diskutojmë që tash politikën duhet ta bëj spaku. E kupton? Pra vetëm kur ta fusi brenda spaku, atëherë nuk funksionon kjo. Atëherë ka sisteme, por nëse nis kryeministri i pari që thyn kushtetutën, që thyn ligjin, që neve shkum dhe ju e dini, neve ju drejtuam Kongresit Këshillit të Evropës për autoritetet lokale dhe rajonale, ju dërguam me shkresa çfarë po ndodh në Shqipëri dhe si po thyet ligji i pushtetit vendor për vetë qeverisjen vendore në Shqipëri, me heqjen e nënkretarëve të bashkisë, e drejtorëve, me marrjen e ujit, me marrjen e lejeve të ndërtimit, me ndërhyrje në çdo gjë. Dhe patjetër ne kemi nënshtruar një kartën e pushtetit vendore, kemi nënshkruar dhe Këshilli i Evropës afroi me 1 vit mandatin, misionin e kontrollit, monitorimit, implementimit kartës së Evropës të pushtetit vendor në Shqipëri. E kishte kalkuluar për në fund 2026 për ta sjellë tani. Pse? Se është e preokupuar Europa për këtë punë. Pra nëse kemi neve një plan për të shkuar në Europë, dhe besojnë gjithë shqiptarët e duan këtë. Kjo bëhet duke u bashkuar në vlera dhe duke u bashkuar në ligje. Nuk bëhet kjo duke thënë televizor duam të shkojmë në Europë nga krau tjerë shkel me kom, kartat europiane që kemi firmos. Pra, hajde kemi një mision të përbashkët, unë besoj se të paktën kjo pjesë e integrimit njerëzit i bashkon, forcat politike nuk i bashkon, se Partia Socialiste qartësisht ka pa nga lindja historikisht, pra ndërkohë që ne kishim i proces Berlini, kjo bonte Open Balkanin, s'po çon asgjë, sepse po ja themi. Ja ku e keni, fitoi apo e mori, flasim gjë tjetër. Përsa i përket pjesës integrimit evropian, kujtojmë Partia Demokratike ka nisë gjitha, dhe të gjitha arritjet i ka bërë Partia Demokratike për integrimin në NATO, për integrimin Bashkimin Evropian, për heqjen e vizave, gjitha ne i kemi bërë. Asnjë s'kanë bërë këtë. To thënë vetëm pasaporta europiane. Kemi hapur kapituj. U përgjigj Bashkimi Evropian, tha duhen dhe mbyll kapitujt. Dhe u përgjigj vetë Edi Rama dhe tha tashin nuk e kemi ndorë këtë pjesën, e kanë ata ndorë, ndërkohë që garantoi 2027. Ta shohim. Është 2027. Po t'jeni të bindur një si ai uji që vazhdojmë skemi që ka premtuar në 2013, si ato legalizimet falas që ka premtuar 2013 dhe si kemi marrë, ka thënë do jem përgjegjës unë vetë personalisht. Nuk do e njerëz që hajnë kumlla dhe dardha mas meje, se ky është problem tjetër, ai s'kontrollon dot njerëzit që kanë mbrapa, që hajnë kumlla dhe dardha, do kontrolloj Bashkimin Evropian. E keni ujë në shtëpi? Qoftë se keni ujë sot në shtëpi, bravo i qoftë ka përmush një premtim. Me kanoçer ka premtu, ka thënë personalisht. Nuk ka ujë. Seriozisht e keti? Po seriozisht. A do me të fol për Astirin, do me të fol për Pragën, për prokurorinë e Tiranës? Këto janë problematika që do ndeshin pushtetet, do të flasim për shkruajtjen e Shtimet elektorale, policia duhet të marrë përgjegjësi. Doktor Ili, janë problematika që Dhe se çfarë do të thotë, ishte politike vendimare se vendore. Vetëm Norvegjia na e për ujin në Evropë. Në vend se me pas ujin falas, mos me pa ujin. Sa kemi për tjerë, po jo për vete. Seriozisht e ke? Mos merremi ujin se se zgjidhem do tu çështja kush. Jo duhet ta zgjidhte ai. Po dakor. Jo, kur e kam gjumë në televizor ka menuar që kam ujë. Kur shkova hapa rubinetën aty e pash që s'kishte se. Kështu po shumë bukur. Edhe bidonat e pallateve janë zvendçuar nga panelet diellore tani keni vënë. Patjetër. Ska panel, ska më jemi mirë, jemi. Bidona në për terracë Andrej. Okej, po, problematika që i ndeshëm janë problematika. Ka 35 vjet edhe pse janë bërë. Ka 35 vjet që s'janë bërë. Lidhje me numrin punon për të përmirësuar. Si po punon? Atëre, punon për të përmirësuar me gjitha projektet me të lanës.
që është i vetmi kryeqytet me ujëra të zeza në mes qytetit. 5.000 euro apartamenti këtu, aty lana do të shkosh me maskë se nuk është Covidi, për është lana. Ujët e zeza, 80% ujëve zeza hidhen në lanë. Unë kam shpinë aty afër. Unë i bia anës rrugës, në korike dhe gusht aty. Është çështje shumë problematike, pa dyshim megjithëse. Tani te numri i deputetëve. Pyetja, domethënë, sa i përket numrit të deputetëve në kuvend, domethënë, unë kam një kohë të shkurtër që jam aty brenda, po perceptimi im është që në kuvendin e Shqipërisë ka shumë servilizëm kundrejt kryetarit dhe pak dinjitet. Dakor. Dhe mendoj se ky raport nuk ka për të ndryshuar si me 140, si me 100, si me 50 deputet. Që nga mënyra se si janë strukturuar. Jo, nëse çështja është se sa paguajnë rrogat e tyre para 2 vjetësh, deputetët votuan për t'i dyfishuar pagat e tyre. Unë jam totalisht kundër kësaj gjëje. Unë doja shumë që të riktheheshin aty ku ishim në pa. Mund të përgjysmohet rroga deputetëve dhe të jemi në rregull. Nëse është problemi, i pagës. Më fal se nuk të ndërpreva. Jo, pyetje. Jo, nuk merrem me pyetjen tënde. Se s'merresh me pyetjen. Me që tu di çka barku për rrogën, le gjysmën e rrogës aty në parlament. Po ku je loj? Jo, më pyetje pra, kjo ishte. Ku të lë? Me që se do legu, në më kuptoj. Gjysmën e pagës se këto janë kështu populizma që vje për të vje. Gjysmën saj, gjysmën e pagës e lë partisë. Po pra, gjysmën e supozume, se ju ka rritë shumë rrogat, t'ja lej administratës. Pra çështja nuk është tek numra. Dhe çështja nuk është as tek cilësia e atyre që përfaqësohen në kuvend, sepse nuk është se Shqipëria nuk nxjerr do 140 gradhe burra të dinjitetshëm që ta mirë përfaqësojnë popullin shqiptar në kuvend. Nuk është se po e shkurtua me 20 apo me 40 veta, do rritet cilësia. Absolutisht fare. Çështja është problemi që ndron që te mënyra se si funksionojnë këto parti. Tek pushteti absolut i kryetarëve të këtyre partive. Kështu që ajo që do të bëjë Edi Rama me fjalë duke zvogëluar numrin e deputetëve, se ka deklaruar këtë gjë hapur me një fjalë, do të thotë që do ta vështirësoj për partitë, le të themi, të vogla për të hyrë në kuvend. Megjithatë, unë jam i bindur se Lëvizja e Bashkë do përfaqësohet në kuvend si doj që ta luajë ai lojën. Sa i përket reformës territoriale, edhe ajo që u bë me qëllim jo në parimin që si ti përbashkojmë, le të themi, komunitetet kulturalisht të ngjashme dhe tradicionalisht pra në Shqipëri për t'ua lehtësuar atyre vetqeverisjen, vetqeverisjen, mire thash. Autonominë vendore. Problemi, ose çështja, parimi, si që bë reforma territoriale, ishte si të përfitojmë shumë vota partia dhe mandate partia socialiste pra. Dhe ky është synimi prap, dhe tendenca është gjithmonë për ta centralizuar vendimmarrjen, jo për t'ia lënë autonominë. Kjo duket edhe në akte normative që na erdhën për zhvillimin dhe kontrollin e territorit. Ju shequr çdo kompetencë, ato pa kompetenca që dëgjesa me publikun e me radhë atyre bashkive, njësive vendore, me thënë, dhe ka shkuar e gjitha tek KKT-uja, ku kryetar është zotëria, që keni aty mbrapa, pra Edi Rama. Pra gjithçka e qendërzuar. Dhe vetë fakti për shembull që ligji i referendumeve është inekzistent, qoftë referendume kombëtare ose lokale, do të thotë që tendenca është ajo. Dhe unë jam dakord më që për shkak të ndryshimeve demografike ka logjik që të bëhen reformë territoriale. Po, ma brenda logjikës së vetë administrimit funksional dhe të frytshëm dhe edhe përfaqësimi që do të dalë nga këto njësi territoriale, tjetë ai duri të ketë llogaridhënie në bazë. Ky do ishte parimi, në parim paktën funksionimi i reformës territoriale. Problemi është se këtu gjithçka bëhet, e them për ta mbyllur, për të centralizuar pushtetin nga njëra anë dhe për t'ia bërë më të vështirë partive të reja ose të vogla, që të hyjnë në kuvend. Shkojmë në pak reklama, kthehemi në minutat e fundit e emisionit për diskutuar për 31 tetorin. Ditën e Halloweenit do të vendoset se çfarë do të ndodhë me fatin e Erion Veliajt.